pa veten, pa accept himself, alright? Kur unë futen gropa, unë nuk futen gropa, po kur unë futen gropa, Toni është spektator. Doesn't help with anything, so yeah, absolutisht Toni. Tryt zoti. Raulin se kom na jamo që kam bivler su vetëm, po mrana jonë disa persona. Me që jemi këtu, a do na mi thonë është për korrektes kush mendoni për aty në mbrenda apo? Ja, skemi Derisa dorë ka që kemi për ne. Hajde po bëjmë me shit. Derisa dorë ka Ata është labi, nuk është Alba. Nëse është për këtu, është Alba. Okej. Unë ka shumë disa. Jo, unë për Shumë e vështirë. Edhe fal, mund them diçka se përmendi Emrin Albert. Në asnjë moment nuk kam thënë unë jam kështu, unë jam ashtu, vetëm kam thënë jam origjinale në të mirën dhe në të keqen. Bivlerësuar nuk do të thonë që do ta shprehësh, okay? Edhe me vepra e mendjenja. Unë besoj veten time shumë. Besoj në frymën time, në ecurinë time, në kismetin tim. Nuk është bivlerësim kjo. E di, vjen keq, për zotin vjen keq, po çfarë bën? Përgjigjja ime është Alba. Vjen keq, po unë mendoj që ti ka hite për vetjen qef, sinqerisht. Pse? Ka hy vedin qef. Prej veprave, prej fjalëve që thua. Për cila veprave? Është e ditë, domethënë, s'kam nevojë me ti cek këta në ata shpreh. Jo, ta kuptoj përse unë mendoj që Alba ka pas veten qef, se s'është që ja ka bërë shefin dikush. Këtu me mendu më shumë si njeri e jo vetëm në mënyrë mekanike. Po unë nuk jam mekanike, unë jam aty për aty. Po mënyra se si e tu i lexu pyetjet e në mendja, kupton. Unë e kuptoj. Jo, po unë thjesht futem mendime tjera, harroj eksakt pyetjen. Dua ta di eksakt pyetjet, që t'jap pyetjet, përgjigjet tamam. Sipas meje ti, argument. për mënyrat se si sillesh. Për cilat mënyra si sillen? Një shembull është duke u kap me produksionin, janë sa Jo, aty fola drejtën time. Persona që punojnë edhe punojnë me bë diçka të mirë. Aty fola drejtën time se nuk janë dhënë shumë pjesë vetës time aty te ajo video. Edhe kam drejtën time, nuk është bivlerësim ajo. Luftosh për drejtën tënde. Thuaj ngja pozitive që është. Gjithë luftoni për drejtën tuaj. Lutem. Nuk është bivlerësim. Po ta përsërisni. Thuaj një gjë pozitive që shetë secili banor në këtë tavolinë. Ty ja fillu, vazhdoje, besoj kështu më mirë. Kjo është pyetje tamam që ka bë. Okej, unë shoh shumë pozitivitet të banorët, se pa marrë parasysh çka debatojnë prap, besoj që gjithë secili gjejnë forcën për me m'ju kthy një tjetrit. Prap me përjashtim të disave që mendojnë që e kanë gjithmonë mirë vet, po besoj që këtu mbizotron një energji shumë pozitive dhe për çta u kon reagimi jam i tillë në prime se kur e pova që dolem wow. E që shokon energjia këtu, do me thonë kënë dy sene komplet ndryshme, kështu që gjithë banorët e kanë një anë pozitive të theksume, që është të dukshme po besoj si do mos të në shpi prej njëve. Okej. Në lirë. Një cilindrimi, ka folë shumë bukur, nuk besoj se mund të shtojnë diçka. Okej. Po, tash të them. A duhet të mbellon për secilin? Teorikisht po, vetëm t'ja kazoj edhe kësaj që ta mendojnë se kam edhe vështirë nuk shpreh, atëherë. Say one positive thing about each one of us. Ama prit si ishte bija, ishte me radhë. Alba, e përshë se nuk jetë lutem, një gjë mirë që Jo, kupton duhet më ta dëgjoj mirë. radhën. Po pra, po një gjë më mirë se unë veç isha tuja për këtë, gat që ka vështirësi me gjuhën, okay? Faleminderit, Toni, lutem. Okej, tash unë po filloj pyetje. Claude, Ky këtë mirë ka. Shumë okej. Jo tash më kallzu pse. Te Claude besoj që është shumë fan edhe e jep atë energjinë në shtëpi. A mo kombinojmë bashk. Edhe çato të shto me ardh që është një Ta dy njëri patjetër në kodër me Londrinë. Kurse te Sasa mund më them që është solare. E pyeta bëjmë me full Pyetja tamam është në emër gjithë. Alba, lutem Alba. Okej. Alba, I jape për të gjithë, ama jo thot i jep gjithë shtëpisë, se ndoshta si jep gjithë shtëpisë. Okej, është mendimi i tij Alba, nuk e vendos ti, ai Alba nuk e jep, secili thot mendimin e vet. Faleminderit. Drejta ati kufizohet e drejta Po pra, po ta mbaroj, se nuk e lëm me mbaru. Duhet me lan me mbaru Alba. Pra pa respekt. Lutem tregu e respektshme siç den, e siç mundesh me kë. Ju respektoni hapësirën tonë. Një sekond, du me shiu këtë momentin, lutem. Te Sasa se mbarua shumë solare, do them e jep një energji pozitive. Te Nailiri besoj që është person tepër i sakt, ka një përfur edhe më përket shumë, do them bashkëngjitet menimit e 50% edhe mu më bëm mu afru të kjo dhe besoj që i sanë të unë në reagon një pozitivitet. Te Edi,
Kështu dyqysh Çubanski style, më pëlqen shumë reagimet e tena.